njësoj sikur që komunat kanë marrë opinion jo të mirë për shkak të kontratës kolektive, njëkohësisht kemi modifikuar opinionin edhe qeverisë Republikës Kosovës mu për çështjen kolektive. Në këtë rast as Ministri i Financave nuk është pajtuar me gjetjet e rekomandimet. Me qënë se jemi tek komunat, komunat nuk po i pranojnë gjetjet e auditorit për shkak të pagave jubilare. 23 komuna që kanë hub grante për shkak të pagave jubilare. A është e drejtë më ndëshku komunat për shkak të vendimeve të qeverisë Kosovës? Tash të kthehemi pak tek arsyeja, do të thotë e para pse nuk marrin grant performancës komunale. Granti performancës komunale do të thotë një mjet për promovimin edhe për ndihmesën e nivelit lokal, i cili financohet nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe nga komuniteti donatorëve përmes projektit Demos. E kam paraparë që kriteri themelor, një prej 4 kritereve të cilat komunat mund të përfitojnë grante, është opinioni i pastërt. Do të thotë opinioni i auditimit të jetë i pastër. Për vitin 2023 janë 23 komuna, do të thotë nga 38 sa janë gjithsej, 23 kanë marrë opinion të modifikuar, që do të thotë që nuk janë të lehtëshme që të përfitojnë nga ky grant. Krejt komunat, auditorët po du me bëjë qartë që krejt komunat nga kanë thënë që problemi këtë fajin kryesore ka qeveria. Tash ne Jo qysh e vlerësoni, është fajtor qeveria proceduralisht? E para ne nuk jemi gjykat të vlerësojmë fajtorin. Unë e thash edhe më herët, ne vlerësojmë nëse pasqyrat financiare janë në përputhje, do të thotë me ligjet rregullore të standardet ndërkombëtare për kontabilitetin në bazë të pomnej parase gatshme, kemi standardet e tona. Dhe kjo çështja se fajtori është qeveria, më lejoni t'ua them që njësoj sikur që komunat kanë marrë opinion jo të mirë për shkak të kontratës kolektive, njëkohësisht kemi modifikuar opinionin edhe qeverisë Republikës Kosovës mu për çështjen kolektive. Për shkak se të gjitha këto gabime që janë në nivelin lokal, për shkak të kontratës kolektive, i janë faturuar, do të thotë janë pjesë e një raporti të konsoliduar të qeverisë. Dhe ne në këtë rast as Ministri i Financave nuk është pajtuar me gjetjet e rekomandimet. Do të kemi edhe Ministrinë e Financave, Ministrin e Financave, që nuk pajtohet me opinionin e auditimit, nuk është pajtu ka 3 vite me radhë. Më lejoni ta theksoj që ka prit ministri këtë vendim. Tash si e ka prit ministri, unë nuk mund ta them si e ka prit, mund ta them qëndrimin zyrtar që kemi pranuar me letër konfirmim, nuk pajtohet me opinionin e auditimit. Për shkak se njësoj, sikur komuna që u hedhin fajin qeverisë, njësoj është edhe qeveria ja hedh fajin komunave. Dhe me qenë se ne nuk jemi gjykat të ndajmë fajin se të kush është fajtori, ne japim rekomandime dhe kemi dhënë rekomandime edhe për qeverinë që të adresoj çështjen e kontratës kolektive, që të planifikohet buxheti. Tash normal niveli lokal e hedh fajin tek niveli qendror kërkon nga niveli lokal që të bën planifikimin e buxhetit, edhe sa i përket detyrimeve apo vendimeve gjyqësore, por që në disa rastat sa e kemi pa, nuk është se mbë planifikimet nga niveli lokal. Në fund të vitit 2024, e di që qeveria ka dhënë diku një 15 milion euro shtesë, do të thotë për t'i kompenzu apo për t'i pagu vendimet gjyqësore të nivelit lokal. Por që në rastet kur nuk ka buxhet tek pagat dhe meditjet, për të pagu vendime gjyqësore, qeveria i tërheq paret tek investimet kapitale, që në aspektin auditus, kjo, do të thotë nëse e marrim si investim kapital, nuk është se komuna ka shpenzuar investime kapitale në atë vlerë, sepse një vlerë, do të thotë një pjesë të vlerës e ka për paga dhe meditje.